Një ngjarje reale e ndodhur në vitet 30 në Dukagjin ku një martesës forcuar shoqërohet me pasoja tragjike ka frymëzuar autorin Prel Milani të shkruajë novele Njomza, i cili u promovua në bibliotekën Marlin Barleti. Novela fillon me një romancë dashurie, e cila më vonë ka lënë një dramë të përgjakshme, sepse ishte një fejesë, një dashurie ndaluar, pasi Njomza ishte martuar e fejuar me një burr të shquar, por ishte i moshuar. Kjo ngjarje nuk është të shkëputur nga zhvillimet politike të asaj kohe në rajonin e Shkodrës, kur pati përplasje të ashpra mes grupacioneve politike. Ndodhin ngjarje dramatike, janë përplasja politike shoqërore viteve 20 midis forcave të Fanolit dhe të Zogut, ku Shkodra ka pas rol parëshor, ka pas edhe pasoja të rënda, dhe ngjarjet fillojnë malësinë e madhe, në Dukagjin, Puk, edhe në Shkodër. Personazhet janë të karaktereve të ndryshme, karaktere të fortë, burrëror, me akte tipike bese, por edhe personazhe të ultë, që kanë kryer tradhti të ulta dhe me të gjitha veset me të liga. Milani thotë se për ngjarjen për Njomzën e kishte dëgjuar që në fëmijëri, teksa tregon të afërmit e tij, bashkë me vuajtjet e tjera të mëdha që ka përballur femra shqiptare, të cilat, siç thot ai, u jemi borxhli. Jemi shumë borxhli femrë shqiptare, të cilat janë shtylla morale e familjes shqiptare. Nuk është puna se janë vetëm heroina në kuptimin letrar të fjalës, por kanë sakrifikuar për familjen, kanë bërë sakrifica të jashtëzakonshme, duke bajt me shpinë, duke ushqyer ushqimet më të këqija në familje, duke u çuar para, duke rënë të fundit, edhe kanë majtur familjen nga plagë të cilat burrat shpeshherë e kanë rrezikuar familjen kudo në botë. Tema kësaj novele duket se ka ndikuar që në promovim të kishte një pjesëmarrje të gjerë. Kjo bëri që aktivitetet të konceptohej me fjalime të parapërgatitura, por me pyetje nga të pranishmit, drejtuar autorit, i cili është botues dhe i disa librave të tjerë. Kjo çasti ndihmoi në krijimin e një ideje më të qartë për përmbajtjen e novelës.